Prokuroria e Tiranës dhe shërbimet e Komisariatit të Policisë numër 4 kanë finalizuar operacionin e koduar Barriera, duke goditur një rast të tentativës për shitje të armëve të zjarrit në kryeqytet. Gjatë këtij operacioni, u arrestua në flagrancë shtetasi LM, 48 vjeç, banuars në Tiranë, i cili u kap në rrugën Myslim Keta në Tufin, teksa lëvizte me automjetin e tij. Nga kontrolli i imtësishëm i ushtruar në automjet, u gjetën dhe sekuestruan 3 armë zjarri, konkretisht 2 pistoleta dhe një armë taktike luftarake, së bashku me 3 krehra me municion luftarak. Sipas të dhënave të siguruara në rrugë operative, 48 vjeçari posedonte këto armë me qëllim shitjen e tyre në zonat e Freskut dhe Tufinës. Përveç arsenalit të armëve, policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale edhe automjetin me të cilin po transportoheshin armët, si dhe celularin e autorit të dyshuar. Hetimet vijojnë për të identifikuar dhe nxjerrë përpara përgjegjësisë penale shtetas të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë rrjet të trafikut të armëve, ndërsa materialet procedurale i kanë kaluar organit të akuzës për veprime të mëtejshme.